Një debat i ashpër dhe mjaft i tensionuar ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5 midis Selin dhe Inës. Situata nisi kur Selin ju drejtua Inës me deklarata që lidhen me imazhin dhe me perceptimin publik, duke theksuar se ai njeh si balerinë profesioniste dhe se njerëzit paguajnë për ta parë në teatr, dhe jo për të përfshirë në situata që sipas saj cënojnë marrëdhënie apo çifte brenda shtëpisë. Debati u përshkallëzua edhe më tej kur Ina reagoi ashpër duke i thënë Selin që të shkojë të marrë babin, një deklaratë që u interpretua si një referencë ndaj Mirit. Ky fundi gjatë prajmit të së dytë të Big Brotherit ishte shprehur se Selin e shikon si vajzën e tij, gjë që e bëri këtë koment edhe më të ndjeshëm. Nga ana tjetër, Selin nguroi të kthente përgjigje Inës me një kuptim tjetër të fortë, duke i thënë që të shkojë të puth shokun, duke i referuar Caseyt. Kujtojmë se gjatë prajmit të së shtunës vëllai i madh i dha mundësinë Selinës të shikonte një video ku Casey shihet duke u puthur me Inën në një lokal, moment që ka shkaktuar polemika të mëdha, por nga ana tjetër ka dalë dhe një fakt i ri, që Selina ishte në dieni të kësaj videoje, edhe gjithçka brenda shtëpisë së Big Brotherit është vetëm një skenar i ideuar, ndoshta edhe nga produksioni midis tre personazheve.